Përshëndetje, ju urojmë mirëseardhje në hapësirën informative në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Në prag të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, zhvilloi një takim me kryekomisionerin Ilirian Çelibashi. Pas takimit, ambasadori reagoi ndaj akuzave të ngritura në disa media, duke mohuar kategorikisht se Bashkimi Evropian ka ndikuar ndikim në raportin e OSBE-ODIHR për zgjedhjet. Agjencia Rajonale e Punës Gjirokastër në bashkëpunim me Qendrën për Hapje dhe Dialog kanë vendosur në fokus informimin e të rinjve për të drejtat në punë. Në një takim informues mbi vendin e punës të shëndetshëm, të rinjt morën informacione edhe për tregun e punës që ofrohet sot në rajonin Jugor. Promovimi i Gjirokastrës në media ndërkombëtare po tërheq gjithnjë më shumë turistë huaj. Rasti më i fundit na vjen nga çifti italian nga Italia, Georgia dhe Salvo, të cilët u njohën në qytetin e Gurt përmes një postimi në rrjetin social Facebook dhe vendosën ta vizitonin nga afër. Jo vetëm në tokë, por edhe në det, Saranda ka nisur guida turistike 2025. Gjatë këtij muaji janë shtuar udhëtimet turistike me skafe, ndërsa sipas drejtuesve të tyre lëvizjet e para kanë nisur që në mars. Ata presin nga struktura shtetërore që të bëjnë ndarjen e vendeve të ankorimit të mjeteve turistike nga ato të peshkimit. Ju njohim tani më gjërësisht. Në prag të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, zhvilloi një takim me kryekomisionerin Ilirian Çelibashi. Pas takimit, ambasadori reagoi ndaj akuzave të ngritura në disa media, duke mohuar kategorikisht se Bashkimi Evropian ka ushtruar ndikim në raportin e OSBE-ODIHR për zgjedhjet. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, zhvilloi një takim me kryekomisionerin Ilirian Çelibashi në kuadër të përgatitjeve për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në një komunikim për mediat pas takimit, ambasadori hodhi poshtë me forca aludimet se Bashkimi Evropian ka ndërhyrë në raportet paraprake të OSBE-ODIHR-it. Bashkimi Evropian as nuk ndërhyn dhe as nuk manipulon. Lajmi se kemi ndërhyrë në raportin e ODIHR-it është plotësisht i pavërtet. ODIHR është një organizatë e pavarur dhe vepron në mënyrë të pavarur, ne nuk mund të ndërhyjmë në raportet e tyre. Ne kemi besim që ODIHR-i do të bëjë një punë të shkëlqyer dhe kemi besim në punën e SPAK-ut për të luftuar krimin e organizuar. I pyetur për çështjen e lobimit prej $6 milion nga ana e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara, ambasadori theksoi se nuk komenton raste individuale. Nuk bëj komente, do të pres autoritetet kompetente. Nga ana tjetër, kryekomisioneri Ilirian Çelibashi deklaroi se takimi ishte informues dhe kishte të bënte me aspektet organizative të zgjedhjeve të 11 majit. Kam bërë mendime në lidhje me momentin e këtyre përgatitjeve. Ashtu sikurse edhe ambasadori tha, jemi në një proces të vazhdueshëm bashkëpunimi dhe mbështetje nga delegacioni i Bashkimit Evropian dhe nga Bashkimi Evropian për procesin zgjedhor në tërësi në Shqipëri dhe në mënyrë të veçantë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Lidhur me raportin paraprak të OSBE-ODIHR-it për procesin zgjedhor në Shqipëri, Çelibashi tha se e ka përqafuar atë. Çdo gjë që ata thonë për mua e qëndron. Sa i takon votës së diasporës, Çelibashi bëri me dije se janë raportuar disa problematika, ndërsa shtoi se deri me datën 8 maj, kompania DHL do të mbajë në zyrat e saj zarfet e patërhequra. Numri problematikave të raportuara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në lidhje me votimin nga jashtë është 156. DHL ka detyrimin që të mbajë në zyrat e saj deri në datën 8 maj. Takimi mes Gonzatos dhe Çelibashit vjen në një moment kur vendi ndodhet në prag të zgjedhjeve parlamentare dhe kur vëmendja ndaj standardeve zgjedhore dhe integritetit të procesit rritet ndjeshëm. Kandidatët e forcave politike që garojnë në zgjedhjet e 11 majit kanë vijuar takimet me elektoratin. Drejtuesja e Partisë Socialiste Mirela Kumbaro dhe kandidati Piro Dhima bashkëbiseduan me banorët e lagjes Sfak, ndërsa kandidati Tërmet Peçi u ndal në përmet. Takime me banorët kanë zhvilluar edhe kandidatët e Partisë Demokratike, Tritan Shehu, Alma Kore e Mariklen Dervishi, të cilët u ndalën në fshatin Valare. E shoqëruar edhe nga kandidati për deputet, Piro Dhima, zonja Mirela Kumbaro u ndal mes banorëve të lagjes Sfak në sheshin e Mejdanit, ndërsa ka folur mbi zhvillimin e turizmit që prej 2013-s Kumbaro u premtoi mbështetjen e saj të plot për projektet e bashkisë dhe qeverisë për Sfakën, duke u ndalur edhe te financimi i qeverisë shqiptare për problemin e rëshqitjeve në këtë zonë, i cili është konfirmuar para pak kohësh.
me kryetarin e bashkisë, ministrin dhe të gjithë ne që do punojmë për besimin që ju do na jepni, ne duam t'u kthejmë me njohje në punë, në investime, në zhvillim dhe duke u qëndruar ju të gjithëve afër çdo ditë dhe çdo orë për të gjithë problematikat që do të ketë komuniteti tuaj dhe lagja dhe qyteti, por dhe i gjithë qarku, se ne nuk shikojmë vetëm kaq ngushtë, por të gjithë qarku. Gjirokastrën e kishin vizituar vetëm 6.000 e kusur vizitor. Qa janë 6.000 e kusur vizitor? Një grush njerëz. 10 vjet më pas, në 2024, Gjirokastra vizitohet nga 600.000 vizitor. Dhe kur kemi 600.000 vizitor, turistët fillojnë dhe shtrihen në lagjet e tjera. Nuk ja prisë mendja njeriut që do mbushej Dunavati, e Cfaka, e Manalati, deri lart në skaj me shtëpi pritse për turizëm. E që do hapeshin gjithë ato restorante, apo jo Manjola? Sot nuk numërohen. Surprizohem se dhe tani që shikoj atje ca tabela që tregojnë që ka dhe andeca shtëpi pritse të tjera. Kjo është Gjirokastra e vitit 2025. Konfirmoj përballë jush mbështetjen time të plot për projektet e bashkisë dhe të qeverisë për Cfakën, e cila duhet të kthehet këtu, si qafa e pazarit të jetë qafa e pazarit të Cfakës. E kemi treguar si i kemi bërë. Asnjëherë nuk themi një gjë që nuk e bëjmë. As nuk premtojmë gjëra për cilat jemi të sigurt. Kemi një vit që punojmë për projektin e konsolidimit të gjithë zonës së Cfakës që ka problemin e rrëshqitive, që janë kusuret në fakt se si ne jemi sjell me natyrën, me lagjet, në dekada. Në një moment caktuar natyra të hakmerret dhe të thotë, unë kam projë nën toksor, edhe të marrë të rrëshqas poshtë, por ne do të ndërhyjmë. Kemi një vit që punojmë për atë projekt. Dhe unë jam shumë e lumtur që vetëm 2 javë më parë morëm konfirmimin zyrtar për financimin që qeveria shqiptare i ka akorduar bashkisë të Gjirokastrës, e cila gjithashtu ka vënë një pjesë rëndësishme të fondit nga buxheti i bashkisë për Cfakën, 1.2 milion euro. Objektivi ynë i madh nuk është thjesht të fitojmë zgjedhjet e 11 majit, edhe të marrim shumicën në parlament. Objektivi ynë i madh është se vetëm me Partinë Socialiste në mazhorancë absolute, Komisioni Europian dhe Bashkimi Europian antarësojnë Shqipërinë në Bashkimin Europian brenda këtij mandati. Ju të gjithë, edhe gjithë gjirokastritët, e gjithë përmetarët, e te Pelena, si te Libovitët e me radhë, po edhe dursakët e deri në Pukën Tropoj, kanë punuar në të njëjtën frymë që t'jetë Shqipëria turistike sot pasaporta jonë e krenarisë. Por ne na duhet dhe pasaporta politike dhe pasaporta administrative që të udhtojmë përfundimisht të lirë në Europë.
Gjithmonë, vota jon ka rëndësi të veçantë. Duke votuar numrin 5, të gjithë bashk do të jemi shumë pranë derës së Shqipërisë europiane. Sot, zëri im bashkohet me tuajin. Të zgjedhim shpresën në vend të frikës, besimin në vend të dyshimit, duke votuar vetëm numrin 5 dhe tërmet Peqin. Premtimet janë mbas datës 11, 12 dhe 13 me gjithë ekipin, gjithë Partinë Socialiste për të marrë përsipër të gjitha ato prioritete që ka jo ky komunitet, po i gjithë qarku. Ato mundësi që kishte pushteti vendor nuk mund të ishin të prekshme të dukshme të gjithë këto investime. E këtu gjithë rastin falenderoj edhe kryetarin e bashkisë, por edhe drejtuesin politike të qarkut, por të vetëdijshëm që gjithë ne kryetarët e bashkive për çdo gjurmë të mirë dhe punë mirë që kemi bërë pa Partinë Socialiste, pa Edi Ramën nuk do të kishim pikë vlere këto. Kështu që ne të gjithë bashkë, dhe unë prandaj jam me juve këtu dhe me të dojtë të cilin do, për t'i kthyer Partisë Socialiste atë respekt dhe vlerësim që ka bërë për mua, personalisht, duke kontaktuar dhe duke maksimizuar çdo vot, të pakënaqur dhe të pavendosur. Dhe pse jo me gjithë ne, siç jemi këtu, antar partie, kryetar bashkie, ne që jemi kandidat, dhe të gjithë ne përfaqësuesit duke u bërë një ekip dhe edhe një dorë vetme të maksimizojmë çdo vot për datën 11, datë me rëndësi të veçantë. Kështu që të gjithë së bashku me Partinë Socialiste, me Edi Ramën, numrin 5 Partinë Socialiste për përmetin për të shtata bashkit, për gjithë të qark të mrekullueshëm. Valaria ka qenë ndalesa e radhës e kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike e qarku Gjirokastër. Banorët e këtij fshati kanë pritur kandidatët e opozitës dhe kanë ofruar mbështetje të madhe për fitoren e 11 majit. Në fjalën e tij hapse, drejtuesi politik i qarkut Gjirokastër, Tritan Shehu, ka bërë një krahasim të shkurtër se çfarë përfaqëson çdo kandidat i opozitës me ofertën që ka Rilindja për qarkun e Gjirokastrës. Ata që kanë nxjerrë ka hedhur në këtë betejë ai sekt i cili ka katëndisur në këtë gjendje qarkun e Gjirokastrës, Lunxherin, Valaren, ju të gjithëve që jeni këtu sot. A mund krahasohen? Nuk krahasohen ashtu si nuk krahasohet dot. Partia Demokratike me ato sekt Rilindas. Krahasoni pak liderin ton, Sali Berisha, me ato që del dhe i kërkon të rinjve shojnë foto apo shfaqje nudo, me atë që tallet me njerëzit, që i ofendon njerëzit, me atë që nuk thot një gjë seriozisht. Shikojeni, krahasoni programin ton me programin e tyre. Në fakt nuk ka program të tyre, ka një program tyre, po, ka një program. Shkatrimi i Shqipërisë të 12, shkatrimi i Gjirokastrës, qarkut, dhe i këtu, në 12, ky është programi tyre, nuk kanë ndryshuar fare. Njerë tepsin, njerë timonin, një nudizmin, kësa radhe ka nudizmin si simbol të tyre. Ky është programi tyre. Krahasonin programin ton. Shikoni ç'po ndodh, shikoni ç'ndodhi në Bashkinë e Përmetit. Vjedhin edhe paratë e njerëzve të uritur. Shikoni ç'ndodh. Në Kërcyr, kudo. Me ujësjecat gjoja që kanë ndërtuar. Me ato investimet qesharake që kanë bërë dhe që kanë vjedhur 90% të parave, të tjerë janë groposur. Pra 100% të humura. Ajo që tha Berisha është shumë e rëndësishme. Do ta fillojmë duke pastruar shtëpinë tonë. Shtëpinë tonë do ta pastrojmë nga zullumqtarët, nga të korruptuarit. Do ta pastrojmë duke ngritur dhe duke vendosur në vendin e nderuar njerëzit e ndershëm. Punonjësit e vërtet. Edhe ata që janë administrat, që punojnë me ndërgjegje, që respektojnë ligjin,
do jenë 1 milion herë më të nderuar, do jenë të nderuar, sot nuk janë të nderuar, janë të keq përdorur sot nga ky sekt. Kandidati për deputet për Memalia i Tepelen, Mareklen Dervishi, ka ngritur shqetësimin e diferencimit të investimeve që bën qeveria shqiptare në Tepelen dhe Memaliaj. Mua më kalen që të kandidojnë bashkim me Memalia dhe Tepelen. Kam vajt në çdo fshat, në Labëri, në Toskëri. Dhe jam më të pakënaqur majtët, se ne djata nuk prisnim gjë, na e majta, që ishte në pushtet. Jam shumë pakënaqur. Ne do të arrijmë fitoren sepse këta nuk kanë çat japin me, nuk kanë çat vjen me. Ne nuk na ka dhënë si bashkim me Memalia as tjetër. Tërmeti i ka dhënë 13, i japin edhe rrugët e bujtinave që ka bërë në Lluva ku diun. Kurse neve asnjë rrugë. Në Rabie njerëzit, kryetari i bashkisë Albert Mala ka bërë traset me ato sakrificat e tija, me ato paktatime që mbledhin. Ne do t'u kthejmë shumë shpejt restën. Ne kemi vajtur shtëpi më shtëpi, jemi mësuar me fushata, duke trokitur shtëpive, të majtë djathtë. Duke folur që jemi si ju, jemi të bukës mistis, nuk jemi si këta që jam mësuar me bukë lepurushi. Këta jam mësuar me të vjeto, me të raskapit njerëzit, duke i gënjur, duke i mashtruar. Po nuk do t'i doroj dot me populli. E pjotën dikej, i thanë një strateg lufte, i thanë kjo ushtri nuk doja të kishe përballë. Ai kishte fituar tëra luftra. E dini çfarë tha? Një ushtri që unë nuk do të përballoja dot, që nuk doja të kishe përpara, do ishte populli u rritur, se populli i rritur s'ka çfarë humbas. Kur kujton lotë e fëmis, kur është pa bukë shtëpi, të njerëzit bëjnë para, nuk bëjnë brapa. Prandaj ne jemi të tërë, të majtë, të djathtë, të bashkuar, të majtë të ndershëm, jo këta të korruptuarit që kemi qeveri, se këta nuk përfaqësojnë të majtën, këta përfaqësojnë të korruptuarit. Familjet e korruptuara përfaqësojnë, nuk përfaqësojnë ne. Ne si Bashkimi Memalia dhe Tepelen do synojmë që të bëjmë 2 me 2 rezultatin në qarkun tonë, dhe do t'u jemi minjos për të jetën. Ndërsa kandidatja për deputete Alma Kore ka prekur një detaj mjaft të rëndësishëm të programit të Partisë Demokratike, dhe kjo për rininë e cila do të stimulohet që mos të emigroj më duke gjetur fatin jashtë vendlindjes. Duhet ta hapni këtë derë të Partisë Demokratike, t'i afroni njerëzit, t'u flisni, siç u flasim edhe ne. Ana tjetër, ju e dini fort mirë që Gjirokastra është kthyer në më keq se një fshat. Kanë ikur komplet institucionet. Partia Demokratike, një nga pikat e saj kryesore është rikthimi i gjithë institucioneve, që do të thotë që Gjirokastra të bëhet sërish qendër e jugut. Pse duhet kjo? Që shërbimi të kalojë edhe të vijë afër qytetarit edhe fshatarsisë. Ne për një rezonancë shkojmë në Vlorë, apo jo? Ju e dini shumë mirë. Për të marrë një dokument shkojmë në Lushnjë, sepse na ka shkuar aty arshiva. Për një gjyq shkojmë në Lushnjë edhe në Fier. Për një dokument tatimor shkojmë në Fier. Do me thënë gjithë borxhi tatimor ka kaluar atje, plot institucione e tjera. Që do të thotë të gjithë ne sorrollatemi për të marrë një dokument, për të zgjidhur një hall, për të bërë diçka. Kjo është një nga pikat kyçe të Partisë Demokratike, që gjithë institucionet do t'i bijemi në Gjirokastër. Pra, Gjirokastra do të bëhet sërish qendra e jugut. E thënë të vërtetën, edhe pse mund të mos kenë qenë të krahut ton politik, na kanë pritur me krah hapur. Të gjithë janë të mërzitur, të gjithë duan ndryshimin. Shpresojmë shumë sepse unë shpresoj që Gjirokastra do të jetë ndryshimi. Nga ne do të vijë ndryshimi për gjithë Shqipërinë. Unë nuk është se shpresoj, por në fakt e besoj që ne do të marrim 2 deputet. Duhet të besojmë fort dhe të punojmë fort të gjithë bashkë që ne të arrijmë këtë synim që kemi. Në këtë tubim kam folur edhe kreu i Partisë Demokratike Eri Shehaj e të tjerë. Agjencia Rajonale e Punës Gjirokastër në bashkëpunim me Qendrën për Hapje dhe Dialog kanë vendosur në fokus informimin e të rinjve për të drejtat në punë. Në një takim informues mbi vendin e punës të shëndetshëm, të rinjt morën informacione edhe për tregun e punës që ofrohet sot në rajonin Jugor. Në kuadër të 1 majit të ditës ndërkombëtare të punëtorëve, Agjencia e Punës për bashkëpunim me Qendrën për Hapje dhe Dialog organizuan një aktivitet informues në Gjirokastër me fokus tek orientimi i grupeve të interesit dhe ndërgjegjësimi mbi vendin e punës së shëndetshëm.
Në këtë aktivitet morën pjesë edhe të rinj nga shkollat e mesme të qytetit, të cilët u njohën nga afër me të drejtat e punëmarrësve dhe rëndësinë e ndërtimit të një klime besimi mes punëdhënësve dhe punonjësve përmes informimit dhe konsultimit. Tema e zgjedhur sot është dita e punëtorëve midis teorisë dhe realitetit. Prandaj është përzgjedhur kjo. Jo vetëm kemi përzgjedhur jo vetëm të pjesëmarrës, jo vetëm ata që janë aktiv në punë, por edhe të rinjt që janë maturantë në gjimnaze që nesër do të dalin në jetë, përveç se kurrikulave që ata ndjekin në kuadër të orientimit profesional në fusha të ndryshme, ku do të zgjedhin, por është më mirë që të njihen që në këto momente dhe që në këtë kohë të njihen me të drejtat e tyre, për të kërkuar të drejtat e tyre, sepse realisht kjo datë vërtet u shënua në kalendar, por kjo përkon me vitin 1886, kur punëtorët u ngritën në protestë për të caktuar jo vetëm orarin e tyre zyrtar, që të kishin një orar të tyre për të mos qenë më të skllavëruar, por edhe cilësinë e jetesës dhe kushtet e punës që krijojnë. Dhe këta të rinj sot është mirë që të njihen edhe me këtë pjesë, domethënë, cilat janë kushtet e punës, sa e lehtë është për të patur një marrëdhënie pune dhe si funksionojnë institucionet në raport me kërkesat që ato kërkojnë. Të rinj pjesëmarrës në aktivitet shprehën se këto fushata janë të dobishme pasi u japin mundësinë të mësojnë më shumë për të drejtat që kanë dhe për hapat që mund të ndjekin në të ardhmen profesionale. Këto dëgjesa të zhvilluara që po zhvillohen në qytetin e Gjirokastrës janë shumë të rëndësishme për të rinjt, pasi ne mësojmë të drejtat e punës, mësojmë se si mundet që nesër deri pas diplomimit të futemi në punë, dhe mund të them që këto janë shumë të rëndësishme për studentët e rinj, pasi ne informohemi përveç të drejtave të punës, informohemi se si të bëhemi dhe të rëndësishëm tek një profesion jonë. Ky aktivitet shënon një hap më shumë drejt ndërgjegjësimit social dhe përfshirjes aktive të rinjve në tregun e punës, me synim për të ndërtuar një të ardhme më të sigurt dhe të drejtë për të gjithë. Promovimi i Gjirokastrës në mediat ndërkombëtare po tërheq gjithnjë më shumë turistë të huaj. Rastimi i fundit na vjen nga çifti italian, pra nga Italia, Georgia dhe Salvo, të cilët u njohën me qytetin e Gurt përmes një postimi në rrjetin social Facebook dhe vendosën ta vizitonin nga afër. Rrjetet sociale po luajnë një rol gjithnjë më të rëndësishëm në promovimin e destinacioneve turistike. Gjirokastra po tërheq gjithnjë më shumë të huaj, të cilët ma gjepsen nga pamjet dhe videot e shpërndara në platforma si Facebook, Instagram dhe TikTok. Një shembull i këtij ndikimi është çifti italian Giorgia Paterno dhe Salvo Farana. Ata pan për herë të parë Gjirokastrën në një postim në Facebook, ku mahnitën nga pamjet e kalas dhe arkitekturës unike të qytetit. Pa u menduar gjatë, vendosën ta përfshin Gjirokastrën në itinerarin e tyre të udhëtimit. E pam për herë të parë Gjirokastrën në rrjetet sociale dhe ishim të mahnitur nga bukuria e saj. Tani që e vizituam, jemi edhe më shumë të impresionuar. Ne jemi nga Italia dhe e pam Gjirokastrën në Facebook përmes fotografive. Na pëlqeu shumë dhe vendosëm ta vizitonim. Pas vizitës, çifti u shpreh entuziazmuar nga mikpritja, ushqimi tradicional dhe atmosfera e veçantë që ofron qyteti. Përveç bukurisë së qytetit, na pëlqeu shumë kultura dhe traditat që ishin të pranishme në çdo cep. Ushqimi ishte i shijshëm dhe i veçantë. Mikpritja që na ofruan ishte jashtëzakonshme dhe ushqimi tradicional ishte një përvojë e paharrueshme. Ata treguan se ndihen të lumtur që rrjetet sociale u dhan mundësinë të njihnin një vend kaq të veçantë. Gjirokastra vazhdon kështu të fitojë zemrat e vizitorëve nga e gjithë bota, fal fuqisë së imazhit dhe përhapjes së tij në internet. Jo vetëm në tokë, por edhe në det, Saranda ka nisur guidat turistike 2025. Gjatë prillit janë shtuar udhëtimet turistike me skafe, ndërsa sipas drejtuesve të tyre, lëvizjet e para ka nisur që në mars. Ata presin nga strukturat shtetërore që të bëjnë ndarjen e vendeve të ankorimit të mjeteve turistike nga ato të peshkimit. Skafe turistik ka kohë që shihen të shkëputen nga limani Sarandës me grupe turistësh në bord që kryesisht janë të huaj. Drejtues të skafeve thonë se ata i kanë ndezur motorët jo vetëm tani në prill, por qysh në mars e më herët akoma. Mirë duke, sinjalet e para, kam bërja 3-4 rrugë të huaj me turistën, me këta indianët,
avante të ndryshme, jo fiks fare, mirë duken gjërat. Një prej operatorëve të guidave lundruese thotë se sidomos tani në prill, daljet në udhëtime turistike janë aq të kërkuara sa atyre duhet të punojnë me 2 turne për rezervim udhëtimesh. Dita ditës po shikojmë një fluks më të madh. Shkojmë edhe në veri edhe në jug. Rojde, Gremina, Kakome, Krorës, Kepiqefalit edhe plazhi ushtarit. Edhe pastaj shkojmë edhe nga ana tjetër për në Ksamil. Pulbarda, është manastiri, ishujt në Ksamil. Nga të doj turisti, ne ndjekim dëshirat e turistave. Me 2 turne, punojmë edhe para dite edhe mbas dite. Skafistët tregojnë se këtë verë po i kushtojnë më shumë rëndësi lundrimit të sigurt, ndërkohë që ofrojnë kushte më të rehatshme në udhëtim, duke shtuar deri edhe nyje hidrosanitare. Ne kemi një tualet faktikisht për të mirë për turistët që duhet shumë. Ne bëni një salloni që të rinë sa më rehatshëm turistat. Të ndjen më rehat. Varka është shumë e sigurt. Dhe ja tani po mund të bëjë sa më të sigurt. Ne detyrisht dhe tani është varkë shpëtimi vetë. Ndërkaq drejtuesit e skafeve presin nga strukturat shtetërore që të bëjnë ndarjen e vendeve të ankorimit të mjeteve turistike nga ato të peshkimit dhe që sasia e licencave të mos prish cilësinë e shërbimit të tyre. Po duhet një ndarje turizmi me të peshkimit. Është më mirë, është më bukur, është institucioni që duhet ta vendosë. Se ato vargat e peshkimit janë defektoze, edhe këtu e kanë bërë parkim, ato po më na spagojnë. Ato prish limane, kanë qenë limane. Këto ankesa që ti themu, i kanë bërë dhe turistat. Sipas burimeve bashkiake, flota e mjeteve të vogla të lundrimit shkon në 109, nga të cilat 58 janë motora uji dhe 51 skafe turistike. Lumi Vjosa po ofron mundësi të shkëlqyera për ata që kërkojnë emocion dhe sfida. Alfred Mashani, operator turizmi për zonën e kulturës, vën të ditur se gjatë gjithë vitit ka patur kërkesa për ture dhe nga muaj maj deri në shtator parashikohet të ketë një fluks të sportdashësve ujor. Ujrat e kristalta të lumit Vjosa po të reqin gjithnjë më shumë vendas dhe të huaj, të apasionuar pas sporteve ujore dhe aventurave që ofron ky destinacion unik. Rafting, kajaku dhe aktivitetet të tjera në natyrë po e shndërojnë luginën e Vjosës në një prej pikave më të kërkuara të turizmit aventurier në Shqipëri. Operator turistik në zonë thonë se interesimi është në rritje të vazhdueshme. Po interesi ka qenë i lartë, më shumë nga viti kaluar. Kanë filluar, domethënë që këtë muaj, në muajin prill, kanë filluar të prenotojnë turistat të huaj, kryesisht nga Anglia, nga Polonia, edhe nga Shqipëria. Po këtë sezon pritshmëritë janë të larta, sepse edhe fluksi i turistave duhet i lartë. Edhe shpresojmë që tu shërbejmë të gjithë. Meshani thekson se lundrimi në ujrat e Vjosës kërkon plotësimin e disa kritereve bazë për të garantuar sigurinë dhe për të përfituar sa më shumë nga eksperienca. Jeleku është i detyrueshëm. Kush shipën e mjet do të jetë patjetër i pajisur me jelek shpëtimi. Nuk do të pi cigare kur është në mjet, edhe kjo është rrepsisht e ndaluar. Familjet 19 vjeç duhet të jenë shoqëruar nga prindërit ose nga njerëz më të rritur. Përveç eksperiencës emocionuese, vizitorët tërhiqen edhe nga peizazhi i virgjër, biodiversiteti i pasur dhe mikpritja lokale, duke kthyer këtë zonë në një atraksion të qëndrueshëm turistik. Me një ceremoni të veçantë, Bashkia e Kolonjës i dha titullin qytetar nderi Baba Hekuran Nikolarit, një figurë e njohur për kontributet e tij të vyera në fushën fetare dhe atë shoqërore. Përmes një ceremonie të veçantë, Bashkia e Kolonjës i dha titullin qytetar nderi Baba Hekuran Nikolarit, një figurë e njohur për kontributet e vyera në fushën fetare dhe atë shoqërore. Në motivacionin zyrtar theksohet se ai nderohet për kontribute fetare dhe shoqërore, si dhe si njeri që ka mbajtur dhe përcjell vlerat fetare humanitare. Krahas ceremonisë së nderimit u prorua dhe rikonstruksioni i rëndësishëm i tyrbeve në Teqen e Kreshovës, ku restauruan 8 mezare dhe gjithashtu edhe mezari i Dervish Elmazit në Mekamin e Gjonçit, një hap i rëndësishëm për ruajtjen e trashëgimit shpirtërore dhe kulturore të zonës. Kryetari i Bashkisë së Kolonjës Serion Isai u shpreh se respekti për figurat si Baba Hekurani është detyrim moral dhe historik i institucioneve, sepse ata kanë mbajtur të gjallë jo vetëm fen, por edhe shpresën, humanizmin dhe bashkësinë.
Është një titull i akorduar kohë më parë, kur babai Kurani ishte ende gjallë nga Këshilli Bashkiak i Kolonjës me propozim të komunitetit Bektashi të Kolonjës. Ai vetë kishte shprehur një dëshirë që të mos kishte një ceremoni madhështore dhe do të priste pikërisht këtë ditë kur mezaret e të qetë Kreshovës të vendoseshin. Fatkeqësisht ai nuk e arriti të ishte vetë fizikisht edhe emocionalisht e bën këtë ceremoni të veçantë, por padyshim të paqë, siç ishte dëshira e tij. Në fund të ditarit informativ, do të keni mundësi të ndiqni një material më të zgjeruar. Himara qel sezonin turistik me rekord Guinness. Në një performancë në qendër të qytetit bregdetar, Agim Magushi ka rëmbyer rekordin e 16 botëror të xhonglimit të topit me kokë, duke arritur të fitojë certifikatën botërore, duke lënë një shenjë edhe në himar. Agim Magushi ka sjell një rekord Guinness në himar në çeljen e sezonit turistik, ku ka rrëmbyer rekordin e 16 botëror të xhonglimit të topit me kokë, duke veshur 14 bluza brenda në 1 metër katror. Në një performancë në qendër të qytetit bregdetar, Magushi ka arritur të fitojë certifikatën botërore, duke lënë një shenjë edhe në himar. Kam kënaqësinë dhe privilegjin që sot gjidem në qytetin e Himarës në hapjen e sezonit turistike. Uroj kryetar të shkatbor, si në herave tjera dhe viteve të ardhshme. Po, është rekordi 16 me radhë i librit Guinnessit, pikërisht në qendër të qytetit të Himarës, në një disiplinë të cilën është kërkuar nga selia e librit Guinnessit në Londër, veshja e 14 fanelave të njëpasnishme duke zhvogluar me top futbollit me kokë dhe duke qëndruar në një hapësirë 1 metër katror. Domethënë, prej sotit edhe Himara është në lidhje me rekordin e Guinness. Unë e kam obligim moral edhe kombëtar që certifikatën e librit Guinnessit me emrin e Himarës t'ia sjellë kryetarit të Faleminderit. Kryetari i Bashkisë Himar shprehet i lumtur që Agim Magushi ka zgjedhur Himarën për këtë rekord, duke nisur me këmbë të mbar çeljen e sezonit turistik. Po, kënaqësi për mua si kryetar bashkie, por kënaqësi për gjithë Himarën, sepse ky do të jetë rekordi botëror i Agim Magushit, por do jetë rekordi botëror i Agimit në Himar, pra do jetë Himarës në një farë mënyre. Kështu që unë përfitoj nga rasti ta falenderoj Agimin që sot gjeti kohën për të qenë bashkë me ne në Himar në këtë festë, në këtë çelje të sezonit turistik. Ju uroj suksese dhe na rezervo në rekordin tjetër të aty është përsëri në Himar. Agim Magushi është fitues edhe i rekordeve të tjera Guinness në disiplinat e lira, pasi ka mundur të lër pas polakun Darius Kolodiskuk. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë në Rutakofshi. Me motivacionin për kontribute fetare dhe shoqërore, si njeri që ka mbajtur dhe përcjell vlerat humanitare fetare, e shpall baba e Kuran Nikolarin, qytetar nderi të Kolonjës. Përmes një ceremonie të veçantë, Bashkia e Kolonjës i dha titullin qytetar nderi babai Kuran Nikolarit, një figurë e njohur për kontributet e vjera në fushën fetare dhe atë shoqërore. Në motivacionin zyrtar theksohet se ai nderohet për kontribute fetare dhe shoqërore, si dhe si njeri që ka mbajtur dhe përcjell vlerat fetare humanitare. Krahas ceremonisë së nderimit u prorua dhe rikonstruksioni i rëndësishëm i tyrbeve në teqen e Kreshovës, ku restauruan 8 mezare dhe gjithashtu edhe mezari i Dervish Elmazit në Mekamin e Gjonçit, një hap i rëndësishëm për ruajtjen e trashëgimit shpirtëror dhe kulturore të zonës. Kryetari i Bashkisë së Kolonjës Serion Isai u shpreh se respekti për figurat si babai Kurani është detyrim moral dhe historik i institucioneve, sepse ata kanë mbajtur të gjallë jo vetëm fen, por edhe shpresën, humanizmin dhe bashkësinë. Është një titull i akorduar kohë më parë, kur babai Kurani ishte ende gjallë nga Këshilli Bashkiak i Kolonjës me propozim të komunitetit Bektashi të Kolonjës. Ai vetë kishte shprehur një dëshirë që të mos kishte një ceremoni madhështore dhe do të priste pikërisht këtë ditë kur mezaret e të qetë Kreshovës të vendoseshin. Fatkeqësisht ai nuk e arriti të ishte vetë fizikisht edhe emocionalisht e bën këtë ceremoni të veçantë, por padyshim të paqë, siç ishte dëshira e tij dhe është mendoj nderi çdo bashkie që do ta kishte
ishte qytetar nderi baba e Kuranin për ato vlera që ai bardh për kushtimin që kishte, më së shumti Kolonja, e cila në të qetë veta ka një vlerë të madhe jo vetëm shpirtërore, po edhe fizike në kontributin që baba e Kuranit ka vënë. Sabri Skënderi dhe Ysen Saliko, miq të ngushtë të baba e Kuranit, vlerësuan për kushtimin e tij të palodhur ndër vite, duke e cilësuar si një njeri të rrallë, që ka ditur të ndërtojë ura dashurie dhe mirëkuptimi mes njerëzve. Jam një mik, ndër miq më të vjetër i baba e Kuranit. Jam besimtar i fesë bektashiane, sepse kam dhe origjinë nga Frashi, nga Teqeja e Frashit, si bektashi. Baba e Kuranit ishte një njeri i rrallë. Ishte një klerik i vërtet. Ai me punën dhe veprën e tij fitoi besimin e të gjithë qytetarëve të rrethit Përmetit, të Skraparit, të Pelenës, por dhe të Kolonjës. Edhe pse rrethi i Kolonjës nuk ishte në jurisdiksionin sipas rregullit që ndan kryegjyshatat baba e Kuranit, por ai nga miqësitë, nga lidhjet, nga dashuria që kishte për këtë zonë, nuk i la asnjëherë këto vende të shenjta, pa i vizituar, nuk i la kolonjarët vetëm, ata e ndiqnin edhe atje ku ishte, por dhe i ndiqte ata në të gjitha rastet dhe festat që bënin institucionet fetare në Kolonjë. Unë me baba e Kuranin kam ardhur me të gjitha institucionet e Kolonjës, duke filluar që nga Mekani Gjonqit, në Teqeja e Starjes, në Teqejen e Kreshovës, në Teqejen e Qesarakës, që ai e kishte si pikë të veçantë që donte të ndërhynte, ta rregullonte, të mirëmbahesh dhe këto institucione të ishin ashtu siç kishte bërë institucionet e veta në Përmet. Baba e Kurani e kishte objektiv dhe kishte filluar të investonte edhe në Teqejen e Qesarakës. Ai rregulloi tylben e Haxhi Babait, edhe kur erdhi këtu në Kreshovë, ai u premtoi këtyre që do t'i rregullojmë dhe këto tylbe, do t'i rregullojmë dhe këto baballar, edhe dervishin Elmazin në Gjonç, dhe sot ne jemi edhe pa baban, ne vazhdojmë amanetet e tia dhe janë këtu me dhjetra në hyp të babait, janë gjithë ata besimtarë nga Përmeti, nga Gjirokastra, nga Tepelena, nga Skrapari, edhe këtu nga Kolonja, që erdhën sot dhe çuan në vend amanetin e tia për të rregulluar tylbet e Teqes Kreshovës. Kjo teqe ka një kontribut të veçantë për atletizmin, është shquar edhe për madhësinë e saj dhe për vlerat kombëtare që ka patur, fakt që në kuvendin e gjuhës shqipe të organizuar në Korçë në vitet 1878, i ka prirën kolonjarët baba Xhamali me 14 dervish, një treguskuj që kjo teqe ka qenë një teqe madhështore. Mandej vjen baba Selimi pas rindërtimit, se siç dihet teqet në 14 në Kolonjë u dolën nga andartën grek dhe është rindërtuar në 22 nga baba Selimi, një teolog i shquar dhe një punëtor i madh. Ai e çoi më përpara traditën e kësaj teqe, duke kontribuar me ndërtimin e urave, shtëpive për banorët e varfër, çezmave në çdo fshat. I përmenda këta klerikët pasi baba e Kurani si një mendimtar dhe një bektashi i vërtet, parapës i kulturës bektashiane në tërë trevën e Përmetit, Skraparit, mandej i shtriu edhe në Kolonjë, i kishte si pikë rrëfimi baballarët e kësaj teqes apo të Teqes Qesarak. Dhe me kontributin e tij të hyer, ai dha ndihmëse për rifreskimin e këtyre vendeve të shenjta. Baba e Kurani ishte një njeri që ta impononte dashurinë dhe respektin e tij. Ishte i papar, një punëtor që kur e shinje duke punuar nuk dallonte nga shërbëtorët, dhe kur e shikonje me petkun e klerikut për të thënë të shëronte. Fatio Skënderi, sekretari i teqeve të Përmetit, dhe Milena Koçi, administratore e teqes Ali Postivanit dhe Frashërit, kanë përgëzuar Bashkinë e Kolonjës për mbështetjen ndaj vlerave të bektashizmit në rajon. Është një nderim i madh që na bëhet nga bashkia dhe nga kolonjarët, nga bashkia Kolonjë, për respektin e baba e Kuranit. Jemi shumë të nderuar, nuk dim si t'i falenderojmë
ta njerëz të mirë të kolonjës dhe bashkinë dhe këshillin për veprimin që bën. Se fiton baba? Në ndatë në sy. Sa ka dhënë ai për imunitetin? Shumë. Dhe frima ati do vazhdoj edhe në shekë, do eci kjo bekim dhe urat që ka në nej. Ne do vazhdojmë të bëjmë punën që la pa mbyllur amanetet të tjera babaj. Një nga amanetet ishte sot kjo e të qes Kreshovës, do vazhdojmë në të qene Qesarakës dhe punë të tjera që në ka lënë në përmet. Mirënjohje dhe falemnderim për Bashkinë Kolonjë për titullin e veçantë që i dha babai Kurran Nikollarit. Babai Kurran Nikollari është dritë që nuk do të shfuet kurrë dhe drita e tij do shpërndahet kudo ku ka vende të mira dhe të shenjta. Kjo ngjarje që bashkoi komunitetin Bektashi dhe jo vetëm autoritetet dhe përfaqësues të besimit u pasi një moment reflektimi, vlerësimi dhe frymëzimi për të ruajtur dhe trashëguar më tej vlerat që mishërojnë figurat si babai Kurrani. Restaurimi i mezarve ishte amanet që u çua në vend, ishte një dëshirë dhe një kërkesë e babait Kurranit, e po ashtu që të rinovoheshin mezarët e të qesë së Kreshovës. Babai Kurran Nikollari kishte si mision ringritjen e të gjitha vendeve të mira në shërbim të komunitetit, sidomos në zonat e përmetit e Kolonjës, ashtu siç bëri një vit më parë në këto data në të qenë Qesarakës.